që të shkoj për mirë pra në maksimum, apo me sprova, apo si do qofshin sfidat e jetës, edhe vitet sa do të kenë kaluar janë pak apo janë shumë, një gjë nuk duhet ta harrojmë kurrë, do ta ngulisim në mendjet tona edhe ta kemi ta kemi të qartë edhe të thjellët se në këtë dynja ne jemi të përkohshëm, nuk jemi të përjetshëm. Askush nuk ka qenë i përjetshëm këtë botë. Dhe nëse ka vlerë kjo dynja, pra me të gjithë mirësitë dhe begatitë që na ka falë Allahu xhaleshanu, nëse ka vlerë kjo botë, e ne sekondat, minutat, momentet e kësaj jetës janë si xhevaire të çmuara për gjithë secilin prej nesh. Pra jeta është dhuratë e paçmuar prej Allahu xhaleshanu. Është një mundësi e madhe që na jep. Ama vlerën më të madhe për të gjithë mirësitë dhe begatitë që ka është sepse në këtë dynja fitohet xheneti i përjetësisë. Pra, ke mundësi me atë oportunitet edhe me këto minuta, me këto momente, me këto ditë edhe vite që të ka falë Allahu xhaleshanu, ti të punosh edhe të fitosh përjetësinë edhe të fitosh ahiretin. Prandaj Allahu xhaleshanu thotë, shpejtoni thotë, në momentet e jetës juaj, edhe në të gjithë hapësirën kohore që të falë Allahu xhaleshanu, mos e harro qëllimin kryesor, që duhet punosh edhe për ahiretin, duhet punosh për përjetësinë. E ai i cili do me fitu ahiretin, ka fitu edhe dynjan. Nëse bëhesh i mirë pra për ditën që do dalësh para Allahu xhaleshanu, edhe rregullon jetën tate në kornizat, edhe në shinë, në rrjedhën e bukur edhe të mirë, në rrugën e profetit alayhis salam, në rrugën dinjitoze, në rrugën e nderit, në rrugën e karakterit, vallahi ke fitu edhe dynjan e do ta fitosh edhe ahiretin me lejen e Allahu xhaleshanu.